I parë është që von der Leyen më duk sikur foli si diella, si një ministre e qeverisë, një superlativ e jashtëzakonshme për kryeministri. Kështu që nuk di çfarë të them, gati më duket sikur jemi në Bashkimin Evropian me gjithë këtë entuziazëm që nuk është karakteristik për mënyrën se si ndodh praktikisht procesi dhe duhet parë procesi, por nëpërmjet kësaj deklarate dhe këtij qëndrimi që fat mirë është pozitiv për shqiptarët, duhet thënë, që mos bëjmë korbin e zi kur ka një buzëqeshje europiane për Shqipërinë. Zonja von der Leyen tha që Shqipëria është shumë afër Bashkimit Evropian, pothuajse tha që jeni të integruar ose është një fakt tashmë, vetëm thjesht po pritet kjo procedura e kapitujve. Dhe mendoj që jemi gati në kushtet e antarësimit në NATO, ku, siç e dim të gjithë, nuk është se ishte një merit e jona nga pikpamja e standardeve ushtarake, se ne sot akoma s'kemi ushtri për të qenë të denjë, siç janë gjithë ushtrit e vendeve të NATO-s, por jemi një vend i cili ofron hapësira gjeostrategjike, porte, aeroporte, pra jemi një pikë strategjike që i nevojitemi në fund fare aleancës euroatlantike. Në këtë këndvështrim, u dha një detaj aty që Europa ka nevojë që të flasë e unifikuar bashkë me vendet e saj që janë ende jashtë, pra që janë vendet e Ballkanit perëndimor. Dhe fillimisht përmendi një term shumë të shkurtër, po aq të rëndësishëm dhe aq aktual. Është çështje gjeostrategjike. Dhe pse më vonë bëri një korrektesë, po brenda vetes vet, pra kundërshtoi vetes vet, se tha nuk është çështja gjeostrategjike, sapo e kishte konfirmuar që është çështje gjeostrategjike para 3-4 minuta, zoja von der Leyen. Dhe pastaj tha që është çështja e shqiptarëve, se ju i meritoni, pra i bëri sipas sondazheve duan. I bëri një shkrirje zemre kryeministrit, i cili begatin dhe shkëlqimin dhe prosperitetin e Shqipërisë e ka, si them, rafinuar në një kuptim dhe e ka ambalazhuar ashtu siç ai do që ta shes në Bruksel, dhe me sa duket është shitur në mënyrën e duhur që shkon në interes Shqipërisë. Adresimit ja bëri personalisht, kryeministrit. Në këto 3 vitet e fundit. Kryeministri do ta bëjë se do ta bëja Gronshej, të kupton, do në kuptimin që ose Arlind Qorit apo Sali Berishës. Vendin e përfaqëson Rama si kryeministër. Shqiptarët aty për shumë. I përmendi ajo që kjo është një merit që i takon shqiptarëve, sepse janë popull pro-europian, po të bësh një referendum, tha, e dim që 90% e njerëzve e kërkojnë Bashkimin Evropian. E kemi kërkuar gjithmonë, në fakt, edhe para se të ishte von der Leyen në politikë, kemi kërkuar madje edhe para viteve 90, sepse shpirti ynë, edhe pse kemi qenë diktaturë, ka qenë në Europë, me syt nga Europa, pra nga perëndimi. Kështu që në këtë kuptim, shoh që këto takime, këto konferenca janë një formalitet burokratik, procedurial, drejt rrugës që ne po djegim etapat për të futur në Bashkimin Evropian si një detyrim tani më i Bashkimit Evropian, por në një farë mënyrë duhet bëjmë dhe ca detyra që natyrisht kryeministri me siguri ne s'po ndjekim në këto momente, por do thotë që ne nuk hymë Bashkimin Evropian sepse do na fusi Bashkimin Evropian, po ne hymë sepse meritojmë që të hymë, se kemi bërë reforma, se kemi ecur e kështu me radhë. Për shembull, që nga 2013 kryeministri disa herë zotuar për ujin e pishëm, fjala vjen, dhe në një nga fushatat e forta elektorale në zgjedhje politike ka thënë që unë personalisht do të përgjigjem për ujin e pishëm dhe për legalizimet që do të përfundojnë. Dhe jemi në vitin 2025, as legalizimet s'kan përfundu, as uji pishëm s'ka përfundu,